Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ishte sot në seancën plenare e para që pas zgjedhjeve të 11 majit. Mirëpo nga shtatori me legjislaturën e re ajo nuk do të jetë më pjesë. Teksa ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve jashtë kuvendit, Kryemadhi deklaroi se nuk ndihet e keqardhur që nuk do të jetë më pjesë e parlamentit të ri, pasi sipas saj karrika nuk është personale e askujt. Sipas Kryemadhit, zgjedhjet e 11 majit ishin një farsë e madhe dhe patronazhistët shkelën standardet zgjedhore. Kryemadhi flet për një jetë të re tashmë, që ajo po planifikon, ku paralajmëron se do të jetë pjesë e një filmi. Nuk kam asnjë lloj keqardhjeje që s'do jem në parlament, sepse karrika e parlamentit nuk është as e Monikës dhe as kujt, por është e lëvizshme dhe vijon të lëviz. E vetmja keqardhje që kam është se njerëzit janë shumë të varfër, largohen çdo ditë më shumë, por kur vjen puna u dalin votat e kutia me shumicë në favor të qeverisë. E pyetur nëse ndjen ndonjë përgjegjësi të mundshme për humbjen e mandatit të ish-bashkëshortit të saj tashmë në qeli Ilir Meta, Kryemadhi thotë se nuk ka qenë drejtuese e fushatës dhe në këto kushte nuk ka se si të ndihet përgjegjëse. Unë mendoj se përgjegjësinë më të madhe ne duhet ta kërkojmë te organizatorët e zgjedhjeve, te qeveria, sepse duket qartë farsa elektorale. Që 11 maj ishte farsë elektorale, që identifikimi i shenjave të gishtinjve të qytetarëve, ku në momentin e votimit qytetari vendoste shenjën e gishtit dhe informacioni i shkonte zyrës së patronazhimit në PS që ka ardhur filani, që ndoshta në një këndvështrim ligjor nuk është shkelje e ligjit, por është përdorimi i aseteve qeveritare në funksion të një partie. Sigurisht që ka. Që të shikosh përdorimin e të gjitha fondeve buxhetore të shtetit apo të taksapaguesve shqiptar në funksion të favorizimit apo të minimit të vullnetit politik, sigurisht që edhe kjo shkelje, thotë ajo. Politika nuk bëhet vetëm duke bërë politik, duke folur për politikën. Politika bëhet edhe me sjelljen dhe veprimet e tua. Por një gjë dua ta them, që situata nuk do të jetë më mirë se sa ka qenë, por më keq se sa ka qenë. Filmi është një anë e jetës dhe është shumë interesante, thot Kryemadhi, teksa tregon për aventurën e re të saj në kinematografi.